Ky podcast mundësohet nga Gushta Events, Shima e Milk Produkt, Kuçi Transport, Mishte Shemsi me dyqanet e tij tek Begjisteni dhe në Zigzag, po ashtu edhe zyrën e shërbimeve me një ndalesë me dyqanet në Rus dhe në Parruc. Përshëndetje miq të Sport Podcast. Rikthehemi me emisionin ton dedikuar figurave të sportit që bën histori në qytetin ton dhe jo vetëm, por edhe në mbar Shqipërinë. Para se të kalojmë tek ftuari i radhës, duhet të shprehim një falënderim edhe për mbështetësit e programit, duke nisur me Shima e Milk Produkt, Kuçi Transport, Gushta Events, zyra shërbimeve me një ndalesë dhe Mishte Shemsi. Një falënderim shumë i veçantë nga zemra shkon për gjithë ta mbështetës të programit ton. Emisioni sonte do t'i dedikohet veçanërisht sportit voleybollit, një sport që ndoshta po kalon momente jo aq të arta në qytetin ton, por do kemi të ftuar një prej figurave më të mëdha të këtij sporti të rrjetës në Shkodër, por edhe në mbar Shqipërinë, i merituar me titullin mjeshtër i madh, por edhe mjeshtër i sportit, ish drejtues i Sport Klub Vllaznia për disa vite, ish trajneri i parë dhe i fundit kampion me ekipin e triturve djem për Vllaznin, Mark Roçi, mirëmbrëma, faleminderit për Mirëmbrëma ju, shumë faleminderit për ftesën, shumë faleminderit që jeni kujtu për këtë ftesë, edhe ju përgëzoj shumë për emisionin. Po si të mos kujtohemi për ndoshta më të mallin e voleybollit shkodran, por edhe një më të mëdhtë e voleybollit shqiptar. Faleminderit, me konsiderat edhe për ju. Nga informacionet që kemi, sepse ne paraprim bisedën, unë jam në i ri, por nga informacionet dhe nga ta tifos që ende janë shumë nostalgjik për lojën tuaj, që ka vite që nuk përsëritet sipas shumë vetëve. Unë shoh pozitivisht ftesën tuaj, sepse më keni thirrur për një gjë që unë di më e bëha mirë. Unë jetën time jam marrë me shumë gjëra, me shumë jetën e ka përballuar me gjithfarë situatash, punësimit, jo punësimit, aktivitetet ndryshme, por aty ku jam në hap tem jam të sporti. Edhe me kënaqësi e prita ftesën tuaj. Larg funksioneve sot, por sërish pra voleybollit dhe sportit në përgjithësi, besoj. Po sigurisht, se sporti është, thash më përpara, janë 20 vjet jetës time që jam marrë me sport. Qysh klasën e 5, në shkollën e të madhe klasë sportive, e deri në vitin 92 kur u shpërban çdo gjë që jo për faktin që unë kisha disa vite në korriz, por sepse shokët e mi u larguan, nollin ndryshime të mëdha në Shqipëri, me siguri që ato edhe pa dashur ndoshta, por kanë ikë për me kryu një jetë më të mirë personale dhe familjare. Kështu që në atë kohë në ndërpreva sportin, por ndërkohë kishin kalu 20 vjet. 20 vjet janë pak. Po llogarit që janë 20 vjet të jetës më të bukur të një personi, bëhet fjalë për moshat 10 mos e bosha deri 32 vjeçare. Janë shumë vite, për kushtuar me sport. Vite shumëta në sportin e voleybollit. Ta lejon voleybollit të luash aq shumë në intensitet lartë, them. Voleybolli çdo gjë nuk ka mosh. Ti mund të fillosh shumë herët, nëse ti je sportist i mirë, përfshihesh në ekipet e të rive, të rriturve etj, sikurse nëse ti je prap shumë i mirë, nëse ti je konsistent në punë, i organizuar, stërvitesh me rregull, sigurisht që mund të vazhdosh edhe 40 vjeç. Shembull ka plot që ka kalu mosha 35 vjeçare, sikurse edhe në futboll që ndëgjojmë që ka shumë shembuj, në çdo sport, nëse ti stërvitesh me rregull, me disiplinë, me regjim, jashta, sepse në fundit ti i ke përkushtuar jetën. Domethënë që ti sakrifikohesh, nuk bën gjëra që shokët tu i bajnë, nuk njeh jetën sociale pa kufi, sepse i kushtuar më marr me sport, kështu që automatikisht që ti mund ta zgjash jetën tonë në sport. Si ishin ato fillimet tuaja, Mark? Çfarë moshe nise këtë sport, këtë dashuri, sepse në Shkodër gjithë janë dashamirës të futbollit, themi shumica. Sigurisht. Po sa është fusha është në faka. Edhe ne nuk jena kanë pa në fak, me thënë. Po mërzisën raport në futbollin, fusha e madhe voleybollit, fusha voleybollit më e vogël, por ama edhe ne kena marrë pjesë në shumë evente sociale të qytetit, edhe pse jam më tej. Tash më fol për sportin, për jetën time personale që ka shumë rëndësi kjo pjesë. Ndoshta duhen shumë kohë, por do t'i përmbledh sepse edhe vetë kujtesa bën veten, por di që ato që janë ngulit në kujtesën time janë shumë ngjarje, të cilat unë po mundohem edhe mi kujtu. Unë
Vi nga një familje ku baba jem ka qenë muzikant, po amator, për arsye të regjimit. Ai ka marrë pjesë në operën e parë Amerika si solist. Pra është përzgjedhur nga Prang Jakova në kohën për me bë solist. Në këtë frymë mësuesi jemi i muzikës në shkollën e Zmazi, Pjen Gjyshja, ty pas parasysh që i baba jem ka qenë këngëtar, do të më bë mua këngëtar. Po pat një luftë midis Pjen Gjyshës, mësuesit mëzikës, edhe Mark Grimsit, mësuesit fizkulturës. Mark Grimsi ishte mësuesi fizkulturës në shkollën e Zmazi, ku në atë kohë shkollën e Zmazi ishte programuar për klasë sportive të voleybollit. Se në atë kohë ka kanë sistemi klasave sportive. Si që ishte Ismail Qemali tek basketbolli. Basketbolli, Ali Laçi te gjimnastika e kështu me radhë. Atëherë fitoi Mark Grimsi. Fitoi Mark Grimsi që mu më dha një drejtim tjetër tjetër teme që unë fillova për sportin, për voleybollin. Ndërkohë ne u serviçim në atë kohë 4 herë në javë nga 2 orë në ditë. Nuk janë pak, janë shumë. Sa vjeç ishe? 10 vjeç, 11 vjeç, nuk isha as pas, nuk e di se sa i bën. Po. Këtyre viteve. Atëherë, mas dite, ty pas parasysh që shpinë ka pas... Më falë që po të ndërpes, 4 orë që në atë mosh. 4 orë, ishin 2 orë në javë, 2 orë në ditë, 4 herë në javë, dhe më 8 orë në javë. Që janë goxha për moshën. Janë shumë mirë, sepse sot janë inexistente këto orë. Po nështë do të flasim më vonë. Edhe, mas dite, ty kënë se kishe shpinë afër shtëpisë pionjerit për ballë, aty shkoshe bashkë edhe me ekipet e fëmijëve të kursit të voleybollit në shtëpinë e pionjerit. Sigurisht që këta janë orë të tana, janë javë të tana, janë vite të tana, që sigurisht kanë në nikullën në përgatitjen time teknike e taktike. Kështu që unë falenderoj edhe trajnerëve, që unë nuk du mi harru kurrë për atë kontributin që kanë në formimin tem, Mark Grimsi, Flamura Golli, janë kanë disa trajnerë që kanë marrë pjesë në formimin tem. Ma vonë ishte Sander Paloka, prapo kthye Mark Grimsi, me ekipin e Tritonëve, ishte Petit Jukni, Vitorio Bani, por janë disa figura të qytetit që kanë marrë shumë të njohur. Shumë të njohur për qytetin, shumë kontribuesa edhe me rezultate sportive. Në moshën 14 vjeçare, më e mend, u përfshiva me ekipin e të rive, në vitin 75. Mas 2 vitesh, trajneri i Tritonëve u emnu Sander Paloka, nesër pas. Ai me shumë kurrajo, me shumë besim të unë, me futi në ekipin e parë. Më e mend si tashti që grumbullimet asaj kohë u bashin që te pjesa e formimit sportiv nikon shumë faza përgatitore. Në fazën përgatitore u bashën në Velipoj edhe në Razë. Në Velipoj Sander Paloka është marrë me mua intensivisht, vetëm me mua. Të shifti diçka të unë siç duket, treguesat e fizike, teknike. Edhe pat besim shumë të unë, edhe më futi me ekipin e parë. Ato më nuk dola më unë. A më dha besimin, sigurisht që ekipi në atë kohë unë ishe ndoshta me 5-6 vjetë diferencë me mama të voglin, më kanë pritjerë zakonisht mirë, i falenderoj, ka pas shumë talente Shkodra, biles me ekipin e parë, unë shifshe që treguesat fizik të asaj kohet, janë sot që flasim, nivele shumë të nalta. Ka treguesa, se një treguesat e teknike, fizik të voleybollistëve është kështëshmëria. Se më dhanë, sa prejk nalt koeficienti edhe sa prejk nalt ti nga vendi. Dindi se në këna pas 2-3 vetë një ekip që prejkshin 3.53 nalt. Shumë. Shumë, jashtë dojnë shumë. Një kohë që sot, mesatarja është 3.65. Po ty pas parasysh që sot lojtarët janë 2 metra e 5 na me një kohë, pra dhe më thanë që shtatnalësia ma e ullë, prejkja ma e nalë që sakta të sotmin. Imagjina se çfarë treguesa shkina pas. Kjo, do treguesa, normalisht kanë ardhur jo rastisht, kanë ardhur sepse ekipi është servit biles në vitet 84, ose ka bosha, dhe në vitin 91, i në servit 5 orë në ditë servitje.
5 orë. 2 orë gjysmë para dite, 2 orë gjysmë pas dite. Që sot besoj 5 orë stërvitin gjithë javën. Në rastin më të mirë stërvitin 5 orë. Sepse më lejohet i vijë nështë edhe me shkel, po sportist, e them me bindje, që sportist i mirë, i niveleve të larta, me 5 orë, ose me 2 orë, ose me 1 orë gjysmë në ditë stërviti nuk mund bash. Në gjitha disiplinat, jo vetëm. Gjitha disiplinat, gjitha llojet e sporteve. Vetëm që teknika e mënyra e organizimit e tjera janë evolu, kanë ecë më përpara, sigurisht. Por orët janë orë. Orët janë orë. Michael Jordan është basketbollisti më i madh i tana kohën në Amerikë, në NBA-s. Bëhet 8 orë në stërvitje. 8 orë në stërvitje. U çote në orën 3 natës, me bëhet 2 orë ditë, me fillu ditën me 2 orë stërvitje. Edhe gjatë ditës edhe 6 tjera. E pyetën pse ka shumë, se ti je shumë i talentuar. Pse bën kaq shumë stërvitje? Por tha unë jam me këtë ritëm stërvitjes tha, përveç asaj që më ka dhënë Zoti, unë kam edhe 4 orë më atëherë sa të tjerët. Po 4 orë në ditë, herë një javë, herë në vit, domethënë që ai ishte pakapshëm. Me përmendën këtë shembull thjesht dhe vetëm për të shpjeguar se sa të rëndësishme janë orët e punës. Është evidente që një njeri kushdo qoftë për me pas rezultate duhet të pas orë punët. Edhe një student, sa do i mirë me kanë, që ose nuk e lexon disa herë librin, nuk ka se si me kanë njësoj me atë që lexon një herë. Pra, gjithçka është orë punët. Masandej fillon problemet teknike individuale që këtu të na nuk funksionojnë. Se këtu ka shumë talente, unë e veri që ka shumë talente Shkodër, por nuk serviten në mënyrë individuale. Arsyet janë shumë të mëdha. Por kur një person i talentuar i vën në objektiva vetë, duhet me gjetë mënyrën ti ka përcej vështirësi. Edhe unë them që ba me pas një objekcion sportistat i arrin qëllimet vetë, por nuk shoh. Do kalojmë atë kjo temë, por fillimisht tek karriera ishe vetëm 15-16 vjeç kur hyre në ekipin e parë? 16 vjeç. Kë gjet aty nga emrat e mëdhenj të voleybollit? Që ishe lojtar flas. Aty kam gjet gjithë ata që kanë gjetur histori. Edhe më kanë shoqënuar gjatë kohëve, sepse unë ishe me diferencë moshet, por ato ishin aty. Për shembull, unë kam Mihal Sterkic, ka një voleybollist që kur kam shku ai ka dalë, ishte datina 50. Se më thonë, unë i kam zënë vendin atë informacion. Në pozitën? Shëtër ishte dhe. Kam gjetë Adrian Shirokën, datina 53. Kam gjetë Vitor Mire, datina 51. Kam gjetë Fran Boricin, datina 54. Kam gjetë Fan Domnorin, datina 55. Fatmir Gruden, datina 55. Pra këta 55-61 janë shumë vite në diferencë. Pra unë i kam gjetë gjithë aty, edhe këna vazhdu karrierën në i pjesë të madhe të tyne, e këna vazhdu karrierën, edhe këna pas rezultate. Rezultatet realisht të këtij brenzit kanë ardhur në vitin 1985. Unë në vitin 1981 shkova në shkollë në Institutin Fizikulturës në Tiranë. Edhe ty kënë se unë ishe antar i ekipit kombëtar, rregulloria me kombëtarën ishe 17 vjeç, një vjet pasi debutove me vazhdim. Me kombëtarën kam qenë 17 vjeç, 19 vjeç kam shkuar me Dinamon, me ekimin Dinamos kur lozte me ekipet e Kupës Kampioneve. Edhe kështu më rrallë, vitet më rrallë. Luta me ekipin e Tiranës, një vit kam luajtur me Tiranën. Ku ishe shkollën e lartë në Tiranë? Atë jam kthyer, kam luajtur 2 vite me studentin, si student. Erdha në Shkodër, mos i mbarova studimet në vitin 1984, fillova punë si arsimtar në fshatin Mes. Edhe atëherë në vitin 1985 erdhi rezultati i parë. Vllaznia mas shumë vitesh arriti të marrë Kupën e Republikës, e katërt mos e gabosha, por e para për këtë brez. Atëherë në 87-ën Kupën e dytë, në 89-ën Kupën e tretë. Kupën e dytë edhe të tretë kena pas me trajner Petit Juknin, që falenderoj për punën që ka bërë. Ishte pak a shumë ishte brezi jonë, si mosh, por ishte shumë serioz, ndoshta ndonjëherë edhe më sipër se sa duhet. Ishte i rrept. Ishte më i rrept se sa duhet.
Po nëse gjithçka është me kohën e me rezultatet më të mira i ka pas, si më thonë, si trajner, si rezultati ka pas Peteli. Leviti, pasu ka bushë 86, ne na iku një shans i artë për me dalë kampion. E dojnë me vend parë bashkë me ekipin e Tiranës, 2 vendet para, dhe rregulloria thotë do bëhet një neshje shtesë. Neshje u bën në Elbasan ku ne nuk patëm fat me fitu, fitoi ekipi i Tiranës, ekipin titullin kampion. Pse çfarë vendosi ndoshta në atë ndeshje? Kam përshtypjen që ndoshta eksperjenca, ndoshta mosbesimi, hyt me emocione shumë? Sigurisht me shumë emocione, por edhe mi fare mase i fare në nënvetësimit për kundërshtarin në fazën para ndeshjes. Ajo që ka dëmtuar vllaznin përgjithësi gjatë historisë saj. Na shqiptarët në Shkodran kena një shprehje që unë s'po përmendem për etikë të emisionit, që po na e kena. E kuptova. Kështu që kjo ishte pak shumë atëherë në vitin 90, një nolli që nolli në Shqipëni, shokët e mi u larguan, shku në emigracion, atëherë ekipi u shpërnda, vazhdoi diçka dhe Pallati i Sportit ju kthy kish, i sesionit të kish, atëherë do ndeshje i bashim jashtë stadiumit, ka pak një fushë zezë aty, te stadiumi ku janë do ndërtesa sot. Aty u bashkë ndeshjet. Ambientin nuk kishte, atëherë detyrova dhon me moshput për voleybolin. Por 3 kupa, besoj i kënaqur, por jo aq. Si sportist aktiv flas. Unë për natyrë si shef biznesi atë fitimin e mungum, unë shof trofe që janë lënë pa marrë. Sigurisht që janë sukses që janë marrë të i. Do është ta periudha më artë voleybollit për sa i përket fitimit trofeve. Po tjetër, se janë rresht ato titoj, edhe e veçanta e kësaj e këtyre titujve ishte se u morën në kulmin e zhvillimit të voleybollit shqiptar. Vitet 80-90, Shqipënia ka pas një zhvillim shumë të madh cilësor në sport, në të gjitha sportet, jo vetëm në voleyboll. Edhe në basketball, edhe vajza, edhe në ekipet e këtyre gjimnastikës, atletikës, ka pas rezultate të jashtëzakonshme. Edhe ta thash arsyeën sepse shteti i kohës, me të qijet e veta, ka pas këtë mirë, që i kushtoi një vëmendje shumë të madhe mbështetjes sportit, ku pjesa më e madhe e sporteve u trajtoshin me pesëorëndisë të vitje dhe profesionistë. Unë pagushim për atë punë. Unë merrte 2 rroga, një rrogë në klubin Vllaznia si sportist, edhe një rrogë për një ditë punë që bashkë si arsimtar. Se një herë në javë ishte detyrimi jem ligjor me shku si trajner. Kurse pjesën tjetër si arsimtar, mësues. Kurse pjesën tjetër ishte se vite 2 herë në ditë. Pra ishte një rëndësi jashtëzakonshme që kishte dhënë shteti i kohës mbështetjes sportit. Pozitive sepse Patjetër. Në ato vite shkëlqeu Dinamoja e femrave në Europë. Të gjitha sportet. Për voleybollin flas. Të gjitha sportet kanë pas një hop shumë cilësor. Edhe ekipi i voleybollit, kombëtar i voleybollit, kishte rezultate shumë mira. Një kohë që i voleybolli për kulturën tuaj është një sport që ka pas shenën në Ballkan. Zhvillimi i voleybollit ka qenë Bullgaria, ka qenë Serbia, Romania, Turqia, Greqia. Unë kujtoj në 80-ën ishim një aktivitet ballkanik me ekipin e të rive kombëtar të rive. Personalisht dija Italin shumë lart. Italia, patjetër, po flas sportin e voleybollit. Po shikoj son, që në atë kohë ne zume të vend të tretë në Ballkanjat, me tanta ekipe shumë mira. Ofrohet një kështu menaxher më thotë mua që a je ti për me bën një kontratë në Itali. I thash unë këto janë mendime shumë personale, thash, po nga ana ligjore do të flasësh me shefin e delegacionit. Në atë kohë s'u mendote që po diçka do të më thanë.
Sepse pastaj do gjykohesh e ndryshe. Patjetër, sepse shembull ka sa dush që shumë i kanë rezistuar tonimit, por ka pas edhe aty që nuk kanë rezistuar tonimit edhe janë larguar. Qoftë edhe për një fjalë goje edhe janë larguar. Janë larguar, por tash me hire pa hire janë detyruar me larguar. Unë kam menduar fije ma holl se në atë kohë unë kam dalë disa herë jashtë shtetit, në kohën që këtu ishte të merr. Mirë po, aja që më ka majtë më ka kanë familja. Se pasojë do të bishin të familja. Kështu që nuk e kam menduar shumë pjesën e menaja ose menaja. Por pjesa e kësaj që po them që me ushit jashtë shtetit, sikur se është sot, që është një fat i madh, ky brez e ka këtë mundësi, në kohën tonë as jashtë mendu. Ndërkohë, këto shokët e mi, kur të kësaj Ballkanjacë, të 80 në Greqi, ishte shkodran tjerë përveç teje në kombëtare? Në atë kohë ja, unë dola në 16 mjet Ballkanit në atë kohë. Edhe sigurisht që ishe i kërkuar, i piketuar. Edhe pra te e përmend edhe këtë fakt. Nëse marraj kjo Ballkanjata, ku Shqipënia zoni vend të tretë, një sukses i jashtëzakonshëm me shku me këta ekipe edhe me dalë vend të tretë. Një pjesë të madhe këtyre sportistëve që luajnë me ekipin unë i shifshin në Itali të luajnë. Pra nivelet tona kanë të jashtëzakonshme. Në raport me popullsinë, në raport me kushtet, me shumë gjëra. Regjimin me gjithçka. Po sigurisht. Kështu që po do të thonë që pa llogarit që shumë e rëndësishëm fakti që voleybolli është sport kolektiv, nuk është garë 100 metrash që kush po deli parë. Këtu është një kolektiv, një grup që duhen të stërvitin tanë bashkë dhe nëse bëhet fjalë për meritet janë kolektive, nuk janë individuale, edhe individuale, por si rezultat produkti i këtij kolektivitetit nuk mundesh ti më thonë që se shumë gjane i ngatrojnë se kush i pari. S'ka i pari. Parja ka atletika, ka peshkngritja, ka boksi, po jo voleybolli, po futbolli dhe sportet kolektive. Kështu që kjo pjesa është shumë e rëndësishme, Ka pas më kthy prapë në kohë me ekipet e fëmijëve, me ekipet ka pas shumë aktivitete. Që u bërë Spartakiada Pionierë, Spartakiada shkollash, që ishin. Pra, domethënë që ka pas edhe masivitet, por edhe cilësi. Kur jam biseda profesor me tifoz të kohës, sportist, përmendin gjithmonë me nostalgji ato brezat para viteve 90, sikur jo ka ngelur memoria e njerëzve ata sportistë, flas gjitha disiplinave. Ishte ky përkushtimi apo ishte ndoshta bumi i talenteve ajo periudhë? Ka pas çdo periudhë ka pas ato sportistët e vet. Edhe modelet e vet. Flas ndoshta një 20 vjeçar, ndoshta ose 15 vjeçar, nga vitet 75 deri në 90-ën, sikur janë ngolitur njerëzve në memoria ato sportistë, gjitha disiplinave flas. Është e vërtetë, aty sepse ta thash edhe më përpara që shteti i kohës i ka kushtuar shumë rëndësi sportit, artit, kulturës, kinemas, teatrit edhe estradës. Pse? Sepse çdo gjë ka të bëjë me propagandën. E njerëzit mos u marrë me ikja shtetit, mos me mendu me plotësu jetën sociale, me plotësu përmes këtyre aktiviteteve. Edhe i rastësisht ke pas teatri jashtëzakonisht zhvillim, sepse janë marrë njerëz shumë atë punë. Estrada jashtëzakonisht zhvillim. Pa llogarit që është një popull që është shumë ardash, sportdash e tjerë. Por sa më tepër sportdash që ti jesh, aq më tepër sportista kemë pas. Sepse çdo prind, fëmijën e vet ka qejf me pas sportist, ato të thonë, shive Endri, a sportist i mirë, pra ti ke edhe modelin, përveç se ke kënaqësinë për me bë fëmijën tënd më marr me sport, po ke edhe modelin se kujt e më ngjati. Edhe kështu, tash Shkoda ka kollosa, shumë ka legjenda. Nuk mund është me krahasu as me Durrësin, as me Tiranën, as me Vlonën, as me Lushnjën, as me asnjë, është unike. Shkodra, sa i përket artit, kulturës e sport, është unike. E rastësisht është e para. Është e para, ka kënë, është dhe do t'jetë. Pse? Është populli. Është populli, janë edhe modelet. Një kohë që shteti është shumë mrapa modeleve që ka Shkodra. Nuk i përgjigjet kurrë, edhe një takim që pat me kryetarin e bashkisë, rastësisht faleminderit që na thiri për vjetorin e vllaznisë.
Ju nuk i përgjigjit i thashën modeleve që ka Shkodra. Të që ti e këtu, janë tana modele. Ti len pas sport, i thash, jo ti si person, po si shtet, me 10 fëmijë. Një kohë që prind, dojnë mi që u fëmijët më marrë me sport, ata s'kanë ku me shku me basë të vitje. As basketbolli, as voleybolli nuk mund bëhet jashtë. Duhen palestra të posaçme. Palestra, sa ka palestra, jo e dini vetë, se sa është emision politik kjo që me folë për këta gjana, por realiteti kjo është. Sa më tepër palestra, aq më tepër kushte, aq më tepër kushte, aq më tepër cilësi, sa më tepër cilësi, aq më tepër individualitete, aq më tepër sportista, që ndërojnë Shkodrën, familjet e tyre, pse jo dhe Shqipërinë. Nuk ke ekip sot në to kushte krizet që nuk ka Shkodran. A kulmi. Çdo disiplinë sportive ka Shkodran. Dhe kampion, dhe me rezultate shumë mirë. Sigurisht. Pse është ky popull që bëron, ka bëron. Është geni, sepse është geni. Me thonë është geni në Shkodër. Absolutisht është geni. Është geni një edhe në modelet, ka modele Shkodra. Që kanë ndorë për kësaj tokë, për këtij ambient. Kështu këna bëjnë na, kështu kanë bërë prind tonë, pra është histori. Apo pasohet, profesor? Jo, unë për natyrë jam me bëj optimist. Nisë për kësaj që të thash, unë mendoj që me shteti mi kushtu ma te për rëndësi marrës me sport, atëherë të nuk flitet ma për masivizëm, për masivitet, flitet për cilësi. Shkodra ka nevojë për cilësi, se masiviteti është i rëndësishëm, se prej masivitetit del edhe cilësia, dal individ, por në kushte që jena sot unë them që i bashkia duhet me orientu sportin drejt cilësisë, jo drejt masivitetit. E drejt cilësisë orientohet me të kriju kushte. Infrastruktura besoj është numër 1. Sigurisht. Shkodra, ta thash edhe herë, nuk është si qytetet tjera që s'ka. Shkodra ka. Që është më rëndësishme, është ka prind. Çdo prind ka qef. Ka ndonjë voleybollist më të njohur se Anton Qafari në aktualisht Shqipëria? S'besoj se ka. Nuk ka, po për këtu ka dal. Po po i referohem fjalëve tuaja. Çdo lloj sportit me bën një analizë të dalin që talentesh, por prap unë shoh me atë që mungon. Sa të tillë do të ishin sikur do të kishte kushte të tjera. Kupton? Minimalisht, bazë një llogaritit, unë të them që çdo lloj sporti do të kishte 1000 fëmijë aktivitet. Në raport me popullsinë nuk janë kurrë. Janë numër real, mund të thuash. Po tjetër, nëse ti krijon kushte, cili prind Shkodran nuk e çon fëmin me marrë me sport, me X sport. Pra është deficitar, shteti deficitar. Kështu që ka humbur ndoshta në thojza ajo dashamirësia ndaj sporteve të lojave me dorë. Handbolli është shuar, voleybolli, basketbolli po kanë kriza. Pse kjo qasje? Edhe trinjve vetë ndoshta. Këta bisedë shumë sinqerte mitësore që po bëjmë me ty, unë do t'i tregoj me të njëjtën monedhë, sepse jam pjesë e sportit edhe e një për detyrë me dhënë opinionin tem. Opinionin tem metet opinion. Nuk është vendimash, është thjesht opinion. Po jo pyes. Edhe ashtu si e mendoj unë, është faji i shtetit. Ish kryetari i bashkisë vite përpara ka marrë një vendim i cili pasojat e tij vuhen edhe sot. Cili është ky vendim? Ligji detyrote e klubeve sportive me u kthy në shoqata sportive. Domethënë, ose disiplinat e ndryshme sportive, secila prej këtyre me u kthy në një shoqatë në vedi, me nip në vedi. Modeli që noqi Bashkia e Shkodrës ishte më i gabumi. Orientoi sportin me shoqata sipas disiplinave sportive. E përkthyme. Buxheti i parashikuar nga Bashkia për disiplinat e ndryshme sportive do t'u jepej shoqatash, jo klubit shoqat. A kupton?
Në të kushte, u kryuan shoqatat, për çdo lloj disiplinet, edhe buxhetet i shkoshin direkt shoqatave. Buxheti nuk ka se pat një rritje, flas për kohën. Për mua pat zbritje, sepse u shtu në disa shpenzime brenda kësaj shoqatës që do të paguash disa njerëz ekstra, se një ekonomist do të paguante. Një fushat do të paguhen. Topat të shtohet, numri topat do të paguhen. Baza materiale. Kështu që në fakt ra, po ç'është më e rëndësishmja, u hupen dy elementa që sot akoma vuhen. Cilat janë? E para, nga mënyra e organizimit u pa që edhe sot evidentohet veti që ra shumë cilësia. Pse ra cilësia? Cilësia ra sepse nuk pat ma llogari, dhënie, marrje. S'kishte më për menaxhim për asgjë. Për mentalitetin shqiptar kjo është skandal. Me ja lën pa kërkesë llogari domethënë që më bën çat dy. Të falësh para. Koç. Falësh jo, por nuk ka llogari, nuk ka përgjegjësi. Edhe e dyta, nga ana morale, klubi Vllaznia ka një histori prej 109 vjeç. Mos u gabosha. 107 a 109 diçka tjetër. 107. Në momentin që u ndërprekja nuk ka më klub Vllaznia. Se ekziston tashmë, mund ta themi që strukturë nuk ka. Pra domethënë edhe një histori, një vlerë historike, numizmatike, të këtij klub t'ia hoqe. Pra, në Shkodër jo më kot e nin tanë vetin Vllazni, tanë nin vetin Vllazni, tanë nin pjesë Vllaznis. Pse? Sepse o vet, o kushia, o fëmia, o nipi, o mesa janë marrë me këtë sport. Domethënë që është një popull i tanë që është sportdarë që janë një pjesë, pra tjetër, këtë element ja hoqe. Edhe treta që ka një shumë, pse marrë na vëlla më dashur, pse marrë ne më, por gjithmonë ne, është i vetmi klub në Shqipëri që ka zgjidhur këtë mënyrë organizimit. Të gjitha tjetër e kanë rujt mënyrën e organizimit klasike. Por klubi Vllaznia e kanë kthyer shoqat. Edhe mënyra ka me e njëjta. Me drejtues, me inspektor, me e tjerë. Sot s'ka një drejtues fiktiv. Sot nuk ka drejtues për zyra sportit. Zyra sport bën menaxhimin e lekëve, ti e pyll dhe thot la ndurt. I kam dhënë parë thot. Po, unë kam kryer detyrë. E kam kryer detyrën. Kontrollon letrat, çif. Letrat zakonisht nëna njësha me bë letra. Letra si ti dësh ti. Kështu që, por nga ana cilësore, bëmi një analizë përveç një atletik që falë për kushtimit aty në katet tanjera që janë të jashtëzakonshëm, nuk i ka Shqipëria ata tanjera. Që më vunë edhe rekord sfundmi, sërish. Janë katet djem të jashtëzakonshëm që kam shumë respekt për ta, që bën një punë të shkëlqyeshme, ekipet e tjera tani ke me ramje. Shumë e vërtet. Tani ekipet e tjera, në fakt, detyra e çdo bashkie, e çdo drejtuesit prej sportit është me shërbim qytetarëve. Sporti i shërben qytetarëve, me mush pallatin e sportit, me tifoza, me rash plak për ekipet, kjo janë detyra. Pra me ndërru, me marrë pjesë në jetën sociale të qytetit. Ishte para pak vitesh kur ishe trajner. Po ishte formë tjetër organizimit aja. Ishte kretë formë tjetër organizimit. Ishte, për atë thamon që unë i kam pa. Ti ishe pjesë e sport klubit për 7 vite, ishe drejtues i sport klubit. E ngritë zërin, a mbaj mend që e ngritë zërin për këtë formë ishe shumë kundra, por unë kam ngritë duke sikur fjatura ranë veshurdhër. Jo vetëm kaq, por unë kam propozu edhe një skem tjetër. Që pasa ja, nuk o mërë pranë. Që do ishte? Po unë mendoshe që ekipi dhe kjo struktura e klubit me kenë me 7 disiplina. Me ekipet që kanë traditë në Shkodër. Luet me dorë, boksi, atletika, ciklizmi, peshngritja ndoshta? Edhe peshngritja diçka aty, po se boksi. Thëmë që po, boksi po tjetër.
Mi po, për fatin tonë keq, e them sot se në atë kohë se mund të thosh dikush pse si ke thënë ta që po thu, si më thon, ekstra sot. Por dhe se unë kam pranuar me punuar as kam pasur më thon. Unë kam paraqit me shkrim, por sot e them me bini që klubi Bashkia e Shkodrës ka pas ignoranta. Po kundërshtoj pak. Ka pas ignoranta ndaj tim. E thua? Me 100%. A drejtu për ignorantave. Me më kontrollu mu, specialist sportit, një ignorant, nuk ka se si me kenë. Bile unë ka pas shumë konflikte me ta për këtë pjesë. Një për e ty në thote për shama, me drejtu ekipin X, një javë një ta një javë të një tjetër. Qeshti. Jo, e di këtë histori. E di këtë histori. Po do është me kërëmot e për ushtëruar batut në ambientin sportiv në Shkodër. Po, ishte tur për Shkodrën se. Ishte tur. Ku i mërë parat, filanë, më thote. Ku i mërë parat, qahë, mos të banë pastim parash. Pallati sportit plot. Plot, dhe që mi thonë personit. Faleminderit për të jetë. Po ti ke çka kjo më bet më. Nuk është detyrë jotja me kontrollu ku i merr parat filani. Po. Detyrë jotja është a zbaton rregullorin e federatës, a zbaton rregullorin e klubit. Qofse i ka para që s'ashtu, edhe mi thonë faleminderit atij që kontribon apo bashkë me Shkodrën, me strukturën e bashkisë, edhe ka një rezultat të shkëlqyeshëm. Ka të vjetë rresht. Kampion. Ti thu ku i merr parat, po shko marr. Ka organe të tjera që marrin me punën e parave. Si më thonë, edhe atë sukses me eminu. Edhe eminune. Eminuan. Po. Eminuan. Po tek ajo pjesa që thatë për 7 sporte, ndoshta 7 motra kryesore, po dojmë ngel të hatre diku një disiplinë tjetër. Që gjithë duan të kapin tjenë aty. Në kjo, atë se është i punë. Nuk po përmendi disiplinat veçanta. Kur merresh me një punë, krahas të drejtave që ke, edhe privilegje po thona, ke edhe detyrime. Do të rrezikosh diçka. Në fundit kjo nuk është një rrezik që e bën ti me dashje për ti bërë dëm dikujt. Për mi bë dëm. Është një vizion i joti që ti mendon se kështu es puna më mirë. Edhe të shti më pale, po ekipe, disiplina sportive, që nuk kanë dy tifoza. Nuk ka se si mund të ajtu me një disiplinë sportive që ka tifozlek. Se ta thash edhe më përpara, detyra sportit është me knaqë qytetarët, me ndru, me marrë pjesë në ndrimin e jetës sociale, mos harrasi për vitet që flasim na, gjitha televizorët, edhe nëse s'kan ardhur, po gjitha televizorët kombëtare dhe lokale i kanë pasqyruar dhe janë njeh jashtëzakonisht. Janë bërë shumë me video. Shtipin e shkruar çdo ditë për absolutisht. Lojrat e tona. Më thonë mua ata sportistat që ti na ke bëmë na njoh në qytet. E vërtet është. Kështu që është satisfaksion i madh. Ti pra çe ti bën ti plotsu atë detyrë që të kon më e bë. A ka rrisë sigurisht që ka. Do të kishte hatër medi. Por ama ti mund vesh një garë me pjesën që meshin jashtë ti jep rezultat, ti do të zëvendësosh këtë çështje për rezultat. Të fundit. Konkurroj. Po tjetër. Sikur se unë futa aty kishte mënyra pagesave sportistave, ata lekë që ishin, nuk ka rëndësi. Aq sa ishin. Por të ishte më i miri, nuk mund të paguhet me të fundit. Pra unë futa një farë mënyrë të meriten në shpërblimin e sportistave, me qiti kampion e Europës, me gjetë baraz me një ekip, me një që ka, me tamam që ka dalë i parë 100 metrash për Foskotën, po është kampion e Europës, nuk mundet Izmir Smajlaj mu pagu njësoj me një X person tjetër. Kupton? Po na Izmirin që me keni kuptuar shumë krahasim, po jo se ka një gjë kështu reale, din, por kjo ishte pra, domethënë Franco që është aktualisht Franco Burraj, nuk bazohet me nuk mundet. Kupton? Edhe çdo sport, kapiteni i skuadrës, lojtari më i mirë BSB, si mund të më kenë me rezervën? Ose me pas ai që bën diferencën. Me pas një ndryshim shumë vogël në pagesë. Pra duhet ta kisha atë meritokracinë për secilin sportist. Patjetër. Aq sa ishte mundur, normalisht. Jo vetëm si sportist, por edhe si ekip. Nuk mund me kenë ekipi voleybolli i paguam që është në vend 7 me ekipin e BSB-llit që në vend parë. Nuk mund me buxhet, nuk ka asnjë kuptim. Ekipi BSB-llit, nëse është kampion, do të marrë pjesën e Luanit. Sepse në fund ai është kampion 1, edhe e dyta vin 2000 vet me pa, 1500 vet. Ishte zjarr në atë periudhë Pallati Çazim Dervishi.
Por edhe në periudhën e voleybollit, jo vetëm basketbollit. Ishte një periudhë gati ato vite që ndruan afër njëra tjetrës. Kështu që mirë ka herë në këtë sistem edhe gjenë para morit edhe nështë s'ke mundësi me ndryshu gjë, por të paktën me e ba tanën, që mos thush që nesër, që më thu ti mu sot, që ke ban ti mu? Ishe drejtu së vjetë, që bane? Fjete? Ty të linë drejta, në qovë se ti shef një gjatë që s'ka shku sot të pjesa kujtimeve, si kur se jep edhe opinione pozitive, ty të shti edhe i përgjësi e ke. Po. Se dhe mos me dash me thanun, më nëzjerë ti se ti e profesionist, plus edhe i fush, se njef e ke një eksportin, i din problematika, i din tana, sepse i e pjesë, ti ke kalu dhe ti për veti, fond javën e ke kalu në pasport. Pra dhe më thonë që automatikisht... Nga ora 7-8 pas dite. Automatikisht i din probleme, sepse njerëz dhe flasin. Masë në sigurisht që ka pas të probleme, ka pas si çdo punë, ka pas probleme. Si çdo punë që ka probleme. Jeni munduar që të jepni atë meritat çdo kujt, por sportist, drejtues, trajner. Cila ishte ndoshta më e vështira për të bërë? Drejtues ndoshta ke pasur sy të gjithë Shkodrës. Më vështira, e them shumë sinqerisht, është pjesa që unë drejtova ekipin e djemve. Trajner. Sepse erdhi një situatë e papritën për mua, që trajneri, për arsyet e veta personale, Artan Kalaja, erdhi në zyrë më tha, unë nuk du më ngel mas për trajner, nuk mundë me e ba ma. Edhe kishë një drejt madhe, se ishin shumë vite, me ekipin e djemve. Shumë vite kishte. Edhe unë gune kam, i thash, o tani, ne pipi e kohë vetit, sepse ti ma një vendim shumë në rëndësishëm. Edhe pa lam, takona prap, një ditë tjetër. Kur t'jesh me i qetë? Kur t'jesh i ma i qetë, ja kam mënu. Po t'je ke mënu më rëpur, po që se si të që kërkes po t'vinë prej mehet. Masë mund bëjmë edhe një rotacion, i thash, me ekipin e vajzave, që ti mas me dalë jashtë pusht. Mas një viti 2, prep këthejsh të ekipi i djemve. Jo, tha ka marrë. Po mi për hatet e më thash, me ndaj pak ditë. Mi më po thoti, jo, tha po. Nese, mas i javë të akume prepa i kështë marrë vendimin. Sepse djente presion, Kalaja, sepse ekipi ishte mirë. Shumë vite, lodhje psikologjike, kuptan? Me atë problematikat që dieshin. Problematikat janë gjithkohë. Ata trajnerët e shkret mundohen me ata kushte, se në fundit, më të pak të pagumit trajnerë me 100.000 lekë. Nuk banë fjallë për pagesa, më këto banë fjallë për pasion. Për pasion. Për gjë tjetër. Bëna thjellje 2-3 vetëve, miqve të mi, fillova me Petit Juklin që kishte një histori, kishte arsye personale, nuk e mori. Atyra 2 tjerëve i thash, ti që është president sot. Ja, thasë e bajnë. Meta vetë. O të dërova me e marrën ekipin. Dvi shetutat ti. Me shetutat e të përvëllimisht me shumë probleme, se ishte gjeta një ekip që nuk ishte disiplinë sportive. Shumë djemë të mirë, shumë të talentuar, por pa disiplinë sportive. Pjesën e stërvitjes, seriozitetin e stërvitjes? Marrëdhëniet me njëri tjetrin, marrëdhënie me trajnerin, me ato vendoshin, disa individ vendoshin se si me lujtë, si me ba, një kohë që ata janë me zbatu punët që ato trajneri. Me mu nuk mushin me ba punë. Edhe nuk e bane. Kam rreziku shumë për me vu disiplinën. Shumë. Si a doli, me autoritet, me veprime. Pa fy, pa sha, po me veprime. Kishe një moment shumë delikat ku do të një fitore në Tiranë, me Farkën. Farka ishte ekip shumë i mirë në atë kohë. Ka dhe se vite sigurisht që u do të impenjim. Po shifshe një për sportistëve kryesor që nuk po jep të vetit. Nuk po bëndë së vitje. Jo afrova, se u mundoshë që mos me qu zanin me një kotë pa o marrë veshtë. Edhe thashun, në posë vitës sot në pjefje vetit, të lutëm. Mas i qere korët, e një të histori, po mërë të kam zvarë. I thash edhe herë, djallë, po me emen. Erdha thash, nuk posë vitës,
ti je roli kyç në ekip, po së servite ti është roli që ke ti që skuadra nuk mund të bëjë. Nuk funksionon. Nuk funksionon. Ka që di me bëhen. Abuzot me faktin që ishte lojtari në rëndësishëm edhe me ndeshin që ai mendote s'kam që i bajon ati. Nese, marrë servitja, ullën në e dhash. Erdha të thash, servitën nuk ma vare. Të thash në sytë ekipit, prap nuk ma vare. Du me të kujtu si bosi këtu të kjo ekip jam unë. Ti du të bashkë se qa tha unë. Je qa thuti. Kura kujtej. Po që e ato në komunizëm, ti i thash në të më difësu mu komunizmin, ti nuk ke bërë se vitje edhe ke 50.000 lek gjobë, sepse i lutari kryesor. Ko më është të me hek 50.000, 100.000, gjovë se ti vazhdon në neshin tjetër nuk mërë pjesë, nuk lotë. Ta pëm hek ti mo, s'pëm lot ti mo. Ka që arrogancë kishte. Pa, qonë kam me dhash, nuk lujt i vendit. Qonë një, ekipi dhash, jashtë, rrit atë, nuk keme ardhë. Në neshin nuk keme ardhë. Shku me neshin, nuk e vuta me lujt, hup me. Për ma, unë fitova ekipin. E sakrifikove një ndeshje për... Absolutisht, hup me, një ndeshje shumë rëndësishme, hup me, por ama fitova ekipin. Atë ditë, ekipi funksionoi sahat. Se ti si me thanë në gjuhën popullore, mirat doptit, qa fitaj mirat doptit? Ti bjerit fortit, ndash me fitu. Edhe kështu ka nëllë. Fatit dërshi me du me të thanë kësën tjetë që se kam thanë ma për para. Edhe ta garantoj kjo që është hera parë që e thamë. Edhe në është edhe e fundit. Fillova me ekipet tjera bashkë mblemje. Në fazë 2. E mbajme. E përballoni ndër një anar me ata që kishin, pastaj filloni mblemje. Bjeshin litarë. Mu më hyni grymi. Kërkova sponsor, s'nuk qeta. Ndërkohë, u lidha me Ardian Zaganjorin, faleminderit për ti, shumë sportdash, shumë i gjetën. Afër voleybollit, basketbollit, jashtëzakonshëm. E gjetë me një serb. Atë që erdhi më mrapa. Ky serbi shumë djalë i mirë, nuk kam pas sportist më korrekt. Pranon më ardh me 1.000 euro në muaj. E ulën tavolin, 1.000 euro në muaj, thash. Për 4 muaj. Për çdo trofe 1.000 euro. Shpërblim ekstra. Ekstra. Edhe, po, rado kërde. Shumë korrekt, shumë profesionist. Bile aty restorantet, ku hate buk, më thoshin ky i zoti lokalit, kësë halë marë. Mos të me kursy, i thoshun, ha marë, thoshun, ka thënë, mos e ke, nuk ke menu fikse ti. Ti ke me porosi që, jo mërë thonë, hajtë sa duhet, nuk ka marrë të për me hangër. Nuk e të broj. Unë nuk ka marrë me hangër, atë sa konsumoj, edhe ashtu ishte. Ky është profesionisti. Po, pikrish po kësë gjenë. Këtu ka nërë sportista kështu janë. Edhe që dishtë me thonë. I baj mirë në Shkodër, i baj mirë. Aja qenit. Edhe që dhe me thonë, ty për herë të parë, është kjo që unë këtë sportiste kam paguën. Nuk kam pas sponsor, kam paguën për gjepit. Këtë Vladan Gjozhevic. Edhe aq shtajt më është duk, sa një kafe që mund të apim bashkë. Vetëm për të arritur atë që raport me satisfaksionin që morme. Me të vërtet i bëri diferencën voleybollisti. Patjetër, ishte i mirë. Kishte shumë elementat mirë, plus që gjeti një ekip që ishte harmonik. Ishte harmonik edhe kishte nevojë për një person si ky. Ky ishte çdo fjalë e trajnerit ishte urdhën. Serb në kuptimin e mirë të fjalës. Si ornan. Nuk kishte ai, jo po si ornan, patjetër. E ulën stol, se më dhanë në rroshe. Shifte me sy, jo, s'ke me hi. Okej, vazhdote. Edhe e fundit ishte fakti që u bë një ceremoni kur u morë kombinati. Edhe ky do të më shkon në shtëpi.
marrë prandën, si më thanë, dilin, do të bëhet ceremoni, thamon, rri, se kena një ceremoni, organizon bashkia, edhe në orën 9, të prej taksia me çu deri te aeroporti. Në rregull, tha. Ra ora 9, po shtoja ceremonia ishin për darkë, ra ora 9 më thot Taksia. Koç, thot, 9 ora. Si më thon, a çohet me tiko? Jo i thash kemë ndaj, si orë 9. Deri në fund besnik. Absolutisht. Kështu që mi ka pas shumë elementa që kanë bërë për shku të suksesi. Edhe unë jam shumë i gëzuar, Jo, po shumë i kënaqur. kjo që ta paguash letarin nga xhepi yt, besoj se është histori e rrallë në botë, jo vetëm Shqipëri. Unë nuk e di, po këtë kam bërë këtë me kënaqësi, apo ta them edhe herë, e kam bërë si me kanë të pi kafe bashkë me ty. Aq rëndësi ka vlera e lekut. Por kështu ka no. Vetëm që duhet të arrijë atë titullin kampion. E shifshe e nuhaqe që ekipi i duhet një që me mrit. E nuhaqe, jo që të të garanci për këta punë nuk ka kur gja, sepse Normalisht, sepse sport s'ka garanci. Por me nuhaqe, se ishte përbëmi ekipit që ishte jashtëzakonisht i mirë. Plus kishin fitu një kup tjetër, ne kishim fitu një kup Maqedoni me ekipin. Një kup u bane 4 skuadrat Ballkanit që ne fitu me kupën. Edhe duel me final kupë Shqipërisë Roblikës, kupën me 2 pikë. Kupën Roblikës 3-2 në Tiranë me Partizanin. Pra kishte erdhën ngjarje që i shoshin në favor të marrjes titullit. Pra e plotësove ndoshta atë pengun, po them thojza që nuk e fitove si lojtar, po e fitove si trajner. Titullin kampion. Edhe në intervistë më mend që kam thënë që kjo kupë është, ky kampionat është jo vetëm për Joni, po është edhe brezave që i kanë ndrru. Që s'mritën që është me mbrit titullin kampion është një maksimumi që mund të arrish. Kështu që ishte edhe tanë brezave që kanë luftuar për këtë, nuk ishte vetëm personale jona. Vërtet, por ndoshta duhet kishte më shumë tituj voleybolli meshkujve. Pozicioni që jam unë këtu përballë tejet, nuk më lejon me zgjat më tepër bisedën, por di që edhe dëshiroj shumë që kjo situatë mos më zgjat shumë vite. Se Shkodra ka talente, ka lojtarë të mirë, ka është në krizë, është në krizë voleybolli, është në krizë menaxhimit, është krizë menaxhimit. Voleybolli femrave ka marrë një rezultat shumë negativ, mund bjen nga kategoria. Tana ekipet janë jo mirë. S'po flas fjalën tjetër, por jo mirë. Edhe përgjegjësia kryesore është e bashkisë. Për mënyrën e organizimit që ka, për mënyrën e funksionimit që ka klubi. Unë ta them me bindje të plot që nesër me ndryshu formë organizimit që asgjë nuk e pengon me organizu, me kthy si ka kanë, përveç se vullnetit, rezultatet janë krejt tjera. E beson me 100%. Me 100%. Sepse njoh mentalitetin e këtij populli, se janë pjesë edhe këtij mentaliteti. Po më na lanë ne, bani çfarë dëni, ke parasysh. Na bëjmë më tepër se na lën ti bile. E kalojmë. Jemi në minutet e fundit, po kam edhe disa pyetje të tjera për ty. Gjatë karrierës tënde këtë do veçoje si një bashkëlojtar më të mirë që ke luajtur me të. Shkodran shqiptar. Do edhe Shkodran edhe shqiptar. Si duhesh? Shqipnia ka pas shumë voleybollista për këtë periudhën që flasim. Edhe periudha e artë e cilësisë voleybollit shqiptar është 80-90. Sigurisht që ka pas shumë lojtarë. Është ose me formon një gjashtë ndoshta. Gjashtë në tëndrave. Edhe veten aty. Ja, tash ti me formuar gjashtë më të kanë me kanë trajner. Okej. Si trajner e ka më thjesht. Trajner Mark Roçi. Atëherë do të fuqë Shabanuka, do të fuqë Jani Melka, do të fuqë Robert Damo, i Korç, Gjino Mjeda, Hisen Domi, do të fuqë një Ilir Halili ka kanë Partizanit, edhe John Gjoba. Theshtat. Po, 2 janë pasusa. Edhe do i zëvendësoje. Kundërshtar më fort që ke hasën rjet? Dinamo. Po një kundërshtar me emër, individ?
Ta thash edhe parë, kjo është sport kolektiv dhe po ky Që ke pasi përballë interesante, ke dashur të përballash me atë voleybollist. Shabanukën. Po, kena kanë të dy që bile ka njëherë ju gazetarët bajnë një ngabim që ndani, si më thonë, futni edhe jo personalisht, po si gazetar sportist, se thjeshtësia është virtyt për mua, por kur bën protagonistin më ngabim. Janë mledh disa gazetarë dhe kanë shpallë që Shabanuka ka bërë i pari voleybollin e shërbimin këtim, që s'është e vërtet. Nuk është e vërtet. Kush e ka bërë? Apo e kam përballë? Plus kësaj, unë në vitin 1985... Ku e mësove? Apo të erdhi? Është historinë vedi edhe kjo. Sigurisht që unë nuk kam pas treguesa shumë të mirë fizik, por kam pas treguesa me diferencë teknik më të mirë se tjerë. Edhe kjo më ka leju mua me mendu me ba gjëra të tjera që tjerë s'kan pas mundësi mi ba. Tjerë sa dësh i përgatitur fizikisht nuk mund ta bësh shërbimin këtim, se kërkon një përgatitje shumë të mirë teknike, goditje stopit. Në vitin 85 më shpall voleybollisti më i mirë i aktivitetit për këtë fakt. Që unë kam fut një risi në voleybollin shqiptar. E kam bërë bashkë edhe me elementat tjerë, shok tjerë të ekipeve, por ama kjo është realiteti. Unë kam marrë këtë titull thjesht për këtij element. Pra ekipi kundërshtar me forte theksove Dinamon, trajneri më i veçantë ndoshta që i përmendet disa emra, po. Trajnerët tonë, unë kam shumë respekt. Në një trajner dhe një zëvendës trajner. Kam shumë respekt për trajnerët. Shumë respekt. Nuk do veçoj asnjërin? Ja, do t'i veçoj, por problemi është që të gjithë të trajnerë që janë kanë jo vetëm trajnerë, por kanë edhe mësuesa, kanë edhe prind për ne. Në Shkodër, të bëjnë fjallë për emna, respekti është maksimal për gjithë që janë marrë me këtë punë, por unë veçoj Margrimcin. Kurse në Shqipni, Vangjelkojën. Një ndër të parealizuar, e kenë karrierën tënde sportive? E kisha ekipin kampion, po e bona si trajner. E realizova. Mu këthy mrapsht, do t'kishe ba shumë gjana ndryshe. Do kishe bërë gjana ndryshe? Shumë gjana ndryshe. Po sot i ke ato informacionet, atëherë ndoshta si kishe? Jo, atëherë nuk kanë sportist, sot i shoh si trajner, si mësues. Po i shëri. është i punë se në fundit na bëjmë pjesë një mentalitet, bëjmë pjesë një shoqëni, bëjmë pjesë një grup, një disiplinë sportive dhe mirë është me kanë pak modest, një që mos me gabu kur bëhet fjalë për emra. Sepse automatikisht dikujt ndoshta nuk njihet. Modest mund të jesh, por historia flet për nuk njihet mirë, kupton? Edhe nuk kam qejf me bë pjesë te kjo pjesa me ba njerëzit e tjerë mos mundi mirë, për fjalëve të mia. Ose do i kursej sa më shumë që mos mundi jo mirë për fjalët të mia. Tani është edhe pyetja fundit, me këtë do mbyll. Për një shkodran si Mark Roçi, çfarë është Shkodra dhe Vllaznia? Gjithçka. Ma tepër, s'besoj se ka nevojë, se fjalë gjithçka. Unë kam vendosur me jetu këtu, kam jetu këtu, edhe do të më jetoj këtu. Pra, do më thonë që Shkodra me tanta probleme që ka, me tanta emna që ka, me tanta nofka që ka, me tanta underground që ka, prapë për mua është Shkodra është nish. Metet ajka. Gjithçka. Të falenderoj shumë profesor për këtë bisedë kaq shumë simpatike. Ishte hera e parë që të kisha përballë një intervistë direkte dhe shpresojmë që të kemi edhe tjera në të ardhmen. Falenderoj shumë për jush si staf që më dhaj mundësinë me dhanë disa mendime personale, jo më tepër se sa personale. Qofse dikush s'ka mundi për bisedë teme mirë, unë paraprakisht i kërkoj edhe çdo gjë ka qenë shumë e sinqertë bisedën me ju. Ju falenderoj edhe ju miq të Sport Podcast, ne do rishihemi sërish me të ftuar tjerë javën tjetër. Deri atëherë miru takofshim. Ky podcast mundësohet nga Gushta Events, Shima e Milk Produkt, Kuçi Transport, Mishte Shemsi me dyqanet tiktik tek Begjisteni dhe në Zigzag, po ashtu edhe zyrën e shërbimeve me një ndalesë me dyqanet në Rus dhe në Parruc.